Shumë prind sot po bojnë gabimin më të madh që i pilojnë fëmijën e vet në përdhuma me net non-stop. Ja jep një telefon dorë edhe ja bën shkor rriti që aty edhe mos nihet zani se ka qef ai me net veç vet, që me net kryt rahat që mos me një zhurmë me ankesa. A jetu e di çfarë dëmi e ty shkaktu fëmisë tën aju, anashta pe dim po të konvenon. Tjetra është, a jetu e di që fëmin tën është të ta eduku dikush tjetër, nuk jetu eduku ti, nuk jetu të socializu me fëmijën tën e të fol me të po dikush tjetër është të e bo. Se kur rrena me një telefon dorë dhe këqyr video tën ditën e gatë, 99% videove së që jenë për internet nuk jenë të mira për fëmijë dhe nuk jenë edukative për fëmijë. Vesh për keq mësojnë fatkeqësisht. E kështu që ruju se qa po bën, mos e lejo. Edhe tjetra është, a jetu e di që sa ma shumë që rrën fëmijët në dhomë veç vet, a i bëhet shembull një vetijak që s'ka qef me net me kërkon, me fol me kërkon, edhe me ty si prind ai mos dën me bë llafe me fol se sumsu me net me ty edhe s'din se çka me fol. Kështu që nashta të vjen musafiri, të vjen familjari, a i del, i shes, vjen mi u full, për të është normale, vedin. Kështu që unë tash fëmisën e lem fajtor, po prindësh me lem fajtor. Kështu që ruju që po bëni me fëmi, mos i leni në përdhoma se shumë dënë me një të i shkaktu.